إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. Të gjitha falendrimet tona janë për Allahun fuqiplot. Atë falenderojmë prej Allahut në ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë se i drejtë dhe meritor për ta lutur dhe për ta adhuruar është vetëm Allahun, i cili është një dhe i vetëm. Sikur që dëshmojmë për Zotrin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam se është robi i Allahut dhe i dërguar i tij i fundit, i dërguar me paqë, mëshirë dhe udhëzim për njerëzimin mbar. Të nderuar vëllezër, mirësitë e Allahut ndaj nesh janë të shumta. Nuk ka mirësi cilën e kemi e për cilën nuk i detyrohemi atij. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Çdo të mirë që e keni, çdo të mirë me të cilën jeni begatuar, ajo është prej Allahut te bareke wa taala. Janë jo vetëm të shumta, por janë edhe të lloj-llojshme. Madje disa mirësi, ato më të mëdha, më të mirat, nuk janë ashtu siç ne edhe i konceptojmë ndonjëherë, nuk janë materiale. Pra, që t'jesh i begatuar nga Allahu, që t'jesh i bekuar nga Allahu te bareke ve teala, jo detyrimisht duhet kesh gjana materiale. Ka disa gjëra që janë vërtet abstrakte, por që kanë vlerë shumë më të madhe se sa pasuria, vlerat, morali, ahlaku, edebi. Pra janë gjëra që kanë vlerë shumë më të madhe dhe janë begati më të mëdha se sa begatit materiale. Në këtë hutbe të kësaj xumaje me lejen Allahu te bareke ve teala, në fokus kemi një këshill profetike e cila ka përmbledh 3 mirësi që janë jo thjesht mirësi, por që janë treguese të shpëtimit të njeriut. Pra janë mirësi të një kalibri të jetë të madh, janë mirësi të veçanta që kushdo që i posedon ato është dëshmi se ai njeri ka shpëtuar. Imam Muslimi e shënon në Sahihun e tij hadithin e cilin Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë kësaj: Qad aflaha man aslam wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Ai njeri i cili e ka pranuar Islamin, ai njeri i cili është furnizuar me atë sa i mjafton, dhe ai njeri që Allahu e ka bërë të kënaqur me atë që ja ka dhënë, ai njeri veç ka shpëtuar. Pra, kush është musliman, kush ka sendet kësaj dynjaje që i mjaftojnë për një jetë normale, edhe kush e ka atë që quhet pasuri shpirtërore, që është i kënaqur me atë që Allahu ja ka dhënë, ky njeri konsiderohet prej të shpëtuarve tek Allahu te bareke ve teala. Ky hadith, nderuar vëllezër, edhe pse është i shkurtër, ka një rëndësi të jashtëzakonshme për arsye se shpëtimin e vërtet e përmbledh në 2 gjëra që janë vërtet për t'i marrë në konsiderat. E para në çështjen fetare, në pranimin e fesë, dhe e dyta në çështjen psiqike, respektivisht në qenit i kënaqur me atë që Allahu te bareke ve teala ta ka dhënë. Dhe se sa janë të rëndësishme këto, çfarë fshihet në këto, me lejen Allahu te bareke ve teala, do të mundohem që t'ua shpjegoj në minutat në vazhdim. Nderuar vëllezër, Muhamedi alayhi salatu wassalam po thot
se ai njeri që është bërë musliman, ai ka shpëtuar. Me drejt disa hoxhallar bashkanik tanë, disa thirrës të kohës sonë, kanë konstatuar se nuk ka titull, nuk ka grad, nuk ka pozit, nuk ka nder, privilegj që dikush mund të arrijë e që e ka vlerën e Islamit. Çka do që arrin në këtë dynja, asgjë nuk krahasohet me Islamin. Titulli më i madh është ti je rob i Allahut te bareke ve teala. Titulli, vlera, grada, pozita më e lartë që dikush mund të arrijë është që ti nënshtrohet Allahut te bareke ve teala. Nga se i dërguari i Allahut po thot, ai që është bërë musliman, ai ka shpëtuar. Pse ka shpëtuar, nderuar vëllezër? Nga se nuk ka rrugë të dytë të shpëtimit. Kjo rrugë e Allahut te bareke ve teala është vetëm një rrugë, e ka vetëm një drejtim. Nuk ka kthesa as djathtas dhe as majtas. Nuk ka rrugë alternative, nuk ka një rrugë të dytë që ti mund ta bësh për të shkuar tek Allahu te bareke ve teala. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina fala yuqbal min. Ai njeri që e lyp një fe pas Islamit nuk i pranohet. Pra nuk ka rrugë tjetër, nuk ka alternativë tjetër. Është vetëm një, është vetëm feja e Allahut te bareke ve teala. Është rruga e vetme, nderuar vëllezër, e cila paraqet shpëtimin e vërtet. Muhamedi sallallahu po thot, ka shpëtuar ai që është bërë musliman. Allahu te bareke ve teala po thot në Kur'an, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-janna faqad faz." E dini se kush me të vërtetë shpëton? Shpëton vetëm ai që është mbrojtur nga zjarri i xhehenamit dhe ka hyrë në xhenet. E në xhenet pa iman, pa Islam nuk mund të hysh. Pra shpëtimi i vërtet është në fenë Allahut te bareke ve teala. Prandaj ai që është bërë musliman, ai ja ka bën derin më të madh që mund t'ja bëj vetes së tij. Ndërsa ai që ka zgjedhur rrugë tjetër, ai ka zgjedhur që ta dëmtoj veten e tij më së shumti. Nga se ka ndjek një rrugë e cila është e pafalshme, nderuar vëllezër. Çdo rrugë jashtë Islamit është rrugë e pafalshme. Allahu ka thënë, "Inna Allaha la yaghfir an yushraka bih." Allahu krejt gjunahet, çka nuk janë shirk i fal, me përjashtim ai që ka ndrru fen, atij si falet gjunahet. Pra nëse ke zgjedhur një rrugë tjetër, ke zgjedhur me dëmtu veten tënde. Ke zgjedhur atë që Allahu wa may yushrik billah faqad dalla dalalan ba'ida. Ai që e mohon Zotin, ai ka ndjek një devijim të thellë. Ai jo që është larguar nga rruga pak, po ai është larguar shumë nga rruga. Ai ka mohuar Allahun te bareke ve teala. Ai ka bën, nderuar vëllezër, një prej atyre gjunaheve që do ta ndjen peshën e tij veçmas në ditën e llogarisë. Do ta ndjen peshën e gjunahut, e mëkatit, veçmas në ditën e llogarisë. E dini pse? Nga se kur të përfundon në zjarrin e xhehenamit, ai do të bënte çmos, do të dëshironte që të bën çmos, vetëm që të shpëton, por nuk ka mundësi. Allahu te bareke ve teala ka thënë, "Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar." Shëqëni, ai që e ka mohu Zotin, edhe pastaj ka vdek pa u pendu, "Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba." Krejt dynjan me kanë me pas në mbushne me dukat, edhe me dhanë nuk i pranohet. Pra ma në momentin që vdes, edhe ke vdek jo me Islam, ma dhe krejt dynjan me dhanë për ty s'pranohet. "Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih." Sikur te kish dhënë krejt dynjan dukat, nuk i pranohet. E dini pse nuk i pranohet? Edhe problemi qëndron pikrisht këtu, nderuar vëllezër. Nuk qëndron vetëm te ky dëshpërimi, por qëndron te keqardhja e madhe për një vendim të cilin është dashur me marrë gjatë jetës e nuk e ka marrë. Muhamedi alayhi salatu wassalam, si qëndron në Sahihun e Buhariut dhe të Muslimit, nga sahabiu nderuar Enes ibn Malik, përmend se kur Allahu te bareke ve teala gjykon për njerëzit, njeriu i cili e ka dënimin më të voglin në xhehenam, njeriu i cili ka dënimin më të voglin në xhehenam, Allahu te bareke ve teala do ta zhvillon një bisedë me të. Edhe do t'i thot, çfarë kishe me bë sikur
me të dhënë mundësia me shpëtu për zjarrit të xhehenamit? Shikoni, është njeriu i cili ka dënimin më të vogël në zjarrin e xhehenamit. Thotë Allah, e kisha dhënë krejt dynjan me çfarë ka ata e kisha dhënë. A din çfarë i thotë Allahu xhallahu ala? Kam kërkuar edhe më pak se kaq. S'kum thonë me dhënë krejt dynjan, po të kum thonë veç një fjalë me thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, se ke thonë. O e bejt, edhe ke refuzu, edhe ke dasht me konë jo musliman. Prandaj nderuar vëllezër, mirësia kryesore që Allahu te bareku ve teala na ka dhënë, është që na ka udhëzuar këtë fe, na ka udhëzuar këtë rrugë të drejtë, rrugë e cila është rrugë e gjithë pejgamberëve. Është fe e Isait alayhis salam, fe e Musait alayhis salam, fe e Ibrahimit alayhis salam, fe e Nuhut alayhis salam, fe e Ademit alayhis salam. Prej njeriu të parë e deri në ditën e Kiametit i Madh Allah e ka zgjedh këtë fe Islamin për njerëzimin, prandaj çdo kush që ndjek rrugë tjetër, ai ka lajthitur dhe ka devijuar. Mirësia e dytë ose mirësitë e dyta, nëse mund të them kësaj, në këtë hadith Muhamedit alayhis salatu wassalam kanë bën me aspektin psiqik. Ndëruar vëllezër, pse ne nuk jemi të kënaqur ndonjëherë? Jo pse nuk kemi, nga se shumica kemi shtëpi, shumica kemi kushte që as i dërguari Allahu te bareku ve teala nuk i ka pas. Mirë po, nuk jemi të kënaqur nga se syt i kemi tek tjetri. Filani ka bë miliona, filani ka bë banesa, filani ka bë fabrika, ndërsa ti që e ke atë që Allahu të ka dhënë, nuk mjafton me të, i ke gjithmonë syt dikon tjetër, edhe për pasoj nuk je i kënaqur. Ndëruar vëllezër, kjo e para është e rrezikshme për faktin se sikur po e shpreh një lloj pakënaqësie me ndarjen e Zotit. Kush ja u ka dhënë darën njerëzve? Allahu te bareke ve teala. Kush jeti me ndërhytash me thonë kjo mirë, kjo keq? S'është e drejtë. E dyta, nuk është mendim i mirë për Zotin. E dini pse? Për arsye se Allahu kur t'jep me një urtësi. Edhe kur nuk t'jep, Allahu te bareke ve teala nuk t'jep me një urtësi. Shiqoni çfarë shembulli të bukur, të qartë edhe parafrues e ka marrë Muhamedi alayhis salatu wassalam për ta kuptuar të vërtetën. Ka thonë: Inna Allaha idha ahabba 'abdan hamahu ad-dunya kama yadhallu ahadukum yahmi saqimahu al-ma. Kur Zoti e don robën e vet, kur Zoti ja don të mirën robit, nuk i jep prej dynjas, nuk i jep pasuni. Edhe e ruan prej dynjas, ashtu si dikush prej jush në disa raste e ruan të smutin prej ujit. Ka disa smundje që nëse uji prek në varra bëhet e madhe. Edhe këtë familja janë të interesuar që me ru pacientin të smutin e tyre, mos me i ra ujin plag. Po kështu Allahu te bareke ve teala e ruan robin nga dynjaja, nga se nuk dëshiron që nëse dynjaja prek në zemrën e tij, varrën do t'ja bëj edhe më të madhe. Prandaj nderuar vëllezër, nëse ne duam që të jemi jo vetëm të shpëtuar, por edhe të kënaqur, Muhamedi alayhis salatu wassalam na ka mësuar që ne të pajtojmë me atë që Allah na ka dhënë, warda bima qasama Allahu lek tekun aghna nas, pajto me atë që ka dhënë Allahu, do të jesh njeriu më i pastër. Pajto me atë që ka dhënë Allahu te bareke ve teala, nga sa ajo është më e mira. Ndalo dhe vlerësoj të mirat që i ke. Nderuar vëllezër, me këtë tregim edhe po e përmbylli, kanë përmendur dietarët në librat biografik rastin e një njeriu i cili ka qenë i verbër, ka qenë i paralizuar në duar dhe në këmbë, por i cili vazhdimisht e ka falendëruar Allahun te bareke ve teala. Edhe dikush një ditë ka kalu pranë tij edhe kur e ka ndëgjuar duke falendëruar Allahun, edhe kur e ka pa gjendjen e tij, ka thonë çfarë sekreti fshihet në të falënderim. Nëse Zoti ka sprovu kaq shumë, as nuk sheh, as nuk lëviz, pse po e falenderon Allahun? Tha: o filan, po e falenderoj Allahun nga se Allahu më ka bë musliman. Shumica e njerëzve, siç ka thënë Allahu në Kur'an, nuk janë besimtar. Sot shumica e botës e mohojnë Allahun te bareke ve teala. Shumica thonë Zoti ka grum, Zoti ka djalë. Shumica kanë me mira nindi, me mira idhuj që ja adhurojnë vend të Allahut te bareke ve teala. Sa njeriu Zoti ja ka dhënë sy, dur, këmbë, s'ja ka dhënë mendjen? Ti e ke mendjen po, pse nuk ndalesh me i numëru të mirat që i ki,
në mënyrë që t'jesh i lumtur. Prandaj nderuar vëllezër, ne le të ndalemi, le ta falenderojmë Allahun për Islamin ton, le të forcohemi në këtë rrugë që ta takojmë Allahun duke qenë musliman, le të ndalemi dhe të numërojmë të mirat që na i ka dhënë Allahu, jo ato që na mungojnë, kësaj do të jemi falendërues dhe kësaj do të jemi të lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu na udhëzoft në rrugën e drejtë, Allahu na përforcoft në të rrugë, Allahu na bëft të kënaqur me fenë e tij, me ndarjen e tij. Allahu ne lutem që Allahu në këtë botë dhe në botën tjetër të jetë i kënaqur me ne. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh.